Me finalen emocionuese mes ekipeve të Universitetit Luiç Gurakuçi të Shkodrës dhe Universitetit të Sporteve në Tiranë, u mbyll kampionati universitar i volejbollit për meshkuj, ku morën pjesë mbi 30 institucione të arsimit të lartë. Ekipi i Universitetit të Shkodrës, drejtuar nga pedagogu Artan Kalaja, e fiton me merit setin e parë 25-15. Seti i dytë është më i bukuri, pasi fituesi do të përcaktojë përmes një rivaliteti të fortë, ku u deshën pikët shtesë. 25-27 u mbyll ky set në favor të Universitetit të Sporteve të Tiranës, duke bërë që seti final të përcaktoj fituesin. Edhe në këtë set ka rivalitet, dhe pikërisht atëherë kur ekipi i Universitetit Luiç Gurakuçi ishte në avantazh, 2 pikat e fundit vendimtare shënohen nga Universiteti i Sporteve dhe gjithçka mbyllet 15-13, duke u shpallur kështu kampion djemt kryeqytetas. Në përfundim të aktivitetit, rektori i Universitetit Luiç Gurakuçi, Tonin Xhuraj, e ka përgëzuar ekipin e tij përmes një urimi zyrtar, duke theksuar se arritja është dëshmi e punës së palollur, talentit dhe përfasimit dinjetoz.